Për thënë vërtetën, Partia Demokratike ka humbur freskinë. Dhe retorika ashpër edhe ndaj armiqve të konsideruar brenda partisë, Saljani dhe grupeve të tjera ku njerëzit vetë përjashtohen, futen nëpër frigoriferin që ngrin, apo nëpër bunker, apo zhduken, duke përjashtuar dhe njerëz që kanë lindur në vitin 2000, nuk është një mesazh shumë i mirë për gjeneratat e reja, apo si thot zoti Berisha për gjeneratën Z. Nëse ti e përjashton gjeneratën Z nga partia dhe nuk e le të kandidojë për kryetarin e partisë, çfarë mesazhi jep ti këtyre të rive që duhet të shpenzojnë kapitalin e tyre politik apo të investojnë si aksioner në Partinë Demokratike? Nuk e kanë të mundur, sepse këtu thonë nëse ti futesh dhe kritikon leadershipin e partisë, këtu të vetë përjashtojnë ose të ngrinë nga funksionet dhe gjedhin një moment dhe të përjashtojnë nga partia. Pra ti nuk e ke sigurt investimin tënd politik. Dhe kur e shikoj që ata bëjnë dhe oferta për partitë e tjera, që duken të pasinqerta, sepse një ofertë sinqertë do të ishte ulja në tryez dhe mbajtja një qendrim koherent për reformën zgjedhore dhe për reformat e tjera. Çka nuk po e bëjnë, por po luajnë me retorikën dhe ndoshta vetëm këtë dinë të bëjnë dhe unë nuk është se pres ndonjë gjë të re nga Partia Demokratike në kuptimin që ata janë në inovacion politik. Zoti Berisha ka një moshë të caktuar, ka këto ngurët në qafë që janë non gratat dhe gjyqet për korrupsion në GKK dhe normalisht e ka menjen diku tjetër dhe nuk e ka menjen tek fitimi i pushtetit. Po krimi këtyre fraksioneve brenda Partisë Demokratike nëse e cilësoj kështu, sa të shëndetshme kanë qenë sipas jush, edhe sa forcë ka ndoshta për të konkretizuar në të ardhmen drejt zgjedhjeve të reja? Unë mendoj që duhet të heqen dorë nga mendimi që e duan partinë për vete. Pra një grup njerëzish e duan partinë për vete. Dhe nuk duhet të flas më shumë për Partinë Demokratike, por një parti që nuk vlerëson meritokracinë, pra personat që humbin zgjedhjet, emërohen në poste drejtuese nuk shkon. Gazmend Bardhi ishte drejtuesi i Qarkut Fier,